Zakonisht kur na njihemi në stres, pra stresi gjithmonë shfaqet tek ne është një lloj mekanizmi ose reagues ndaj një situate e cila është ose e re, ose ndoshta edhe ka njëherë që paraqet një farë lloj kërcënimi për neve. Pra në kushtet normale stresi është diçka normale që ndodh te njeriu. Mirë po nëse ndodh që ne bëhemi, si më thon, tipa të stresuar, stres i vazhdueshëm, do të thënë ndaj çdo situate, atëherë këtu më njëherë vjen pa ose lind nevoja që me menaxhu këtë stres. Shpesh njerëzit për shembull kur përballen me stresin, kërkesa më e shpeshtë e tyre është si me hek stresin. Në fakt stresi nuk heket. Stresi menaxhohet. Sepse nëse na kishim me hek stresin, kishim me hek anktin, kishim me hek gjitha këto, atëherë kishim me jetu një lloj jete robotike. Mirë po përderisa jemi qenie njerëzore, jemi qenie instinktive, jemi qenie emocionale dhe jemi qenie arsyes, atëherë kjo dinamika në mes këtyre trijave shpesh na sjell ndoshta edhe në situata ku ne mundim me uni edhe në stres. Shpesh për me menaxhu stresin mundet me pas rrugë ose mekanizma të ndryshëm që na mundin me ndërmarr. Mirë po ajo që zakonisht për shembull e preferoj edhe unë është gjithmonë marrja me aktivitete fizike. Pse? Sepse kur ne merrem me aktivitetin fizik, atëherë normalisht na i përpunojmë edhe ato gjendjet emocionale dhe psikologjike brenda nesh. Dhe normalisht që nëse përdorim për shembull edhe meditime, të cilat po ashtu lidhen me këtë aktivitetin fizik, si tokëzimi, për shembull frymëmarrja e tjera, atëherë normalisht që këtu kanë me kontribu që ti relaksimit ose qetësimit ton në situatat kur na po jemi në stres.